Ti e le shkollën? Po. Burri im thonë të shkon, unë nuk shkova dot më, nuk më i dërosha dot më. Nuk duroj do të ofendimet Po. e ambientit ku ti shkoje në klasë, në shkollë? Nuk i dërosha shumë, nuk i dërosha pa mas. Sepse një qik i qësat ashtu të hysha në klasë, thoshin, hik ti që je pa babë, që të duhem në këto. Dhe mësuesit nuk mëshin masa, ku vinte mami im që merë të leje, nuk mëshin masat, me i thonë, mësi i thone. Ishin indiferent? Biles një herë ku kam qenë në klasë të 5, ma ka thonë biles një mësuese që nuk kisha mësuar të që isha në smun, edhe ajo ma tha dhe nuk më dërosha do të më. Nuk më dërosha do të më. Edhe më ka rritur gjyshja. Gjithë shka gjyshja më ka gjendër. Më thonë të mu më thumë mërësit se të kaloj. Ku erdhëm të gjyshja, aty kisha probleme edhe me dajën dhe me nuset në dajës. Na qonë të në polici. Nusja dajës me dajën? Po. Po pse? Na qonë të në polici, sepse nuk doshin që në trishim të gjyshja. Ajo i ka një shtëpi 2 kaqe dhe një 3 kaqe. Gjyshja aty rritëm katë parë edhe na majti neve. Tha dërsa të rritën kalamajt dhe rrinë këtu me mu. Po daja nuk donte? Nuk donte. Na rrifte, na të tëronte. Edhe daja të rrifte? Po. U detyruam hikem nga ajo shtëpi dhe gjetëm një shtëpi tjetër. Dhe gjyshja ngulikon që të vimra pa nesh. Do me thënë, jeta jote ka qenë non-stop një jetë që ti e rritur me zdhunës, nga babaj, nga hallat e tua, nga daja ytë. Po. A ka një moment të bukur nga fëmiria që ti e kujton? Jo. Vetëm momenti që jam njëf me këtë djalin, më ka shku jeta shumë të lumëtër. Dhe biles ku kam lind gozë, kam pas prap probleme, sepse fillon familja e mamit, tezet, daja, të thonë nuk e ke fëmin më te, bëra e të nën, doli më te që jam martuar. Po dhe ato të thonin që edhe ti nuk e ke fëmin, pra përsëritet historia e babit me mamin, që babit thoshte mamit që nuk e ke me mua, dhe tezet e tua të thoshtin ty që nuk e ke me atë. Po. Edhe ti vetëm ADN-ja. Vetëm ADN-ja dhe u ziltes që të mbesonte. Kur dëgjoj këtë histori, më duket si kur unë jetoj në një akuarium, por unë jam i sigur që të gjithë janë të tronditur nga kjo histori e jotja dhe uroj që t'jeti shullore, por me kaq shumë njerëz sa po më thua, shoh shumë të përfshirë në këtë mentalitet që për hir të së vërtetës më trishton pafund. Edhe prandaj jam lidhur aq e vogël sepse dosha një njeri që ta kisha në zemër që të shpresha këtë gjëra taj. Të kupton? Po, shumë. Të qëndron pranë? Shumë. Biles edhe gjyshen teme e donë sikur është nëna vetë, le mo mamin edhe vllajin. Tani ti jeton të gjyshja? Po. Jeton edhe me bashkëshortin dhe me gocën? Po. Gjyshja jetën të unë se e ka morë unë për cipër, tani se e ka përzon djali vetë ka shtëpia. Edhe ajo ka ardhur te unë tani dhe prandaj kam pru këtu që t'i them do rrish me mu derisa të kesh frymë. Faleminderit. Sa fëmijë ka gjyshja jote? 14. Tani ka vetëm 8. Po gjyshen, pse do ta mbash ti, duke patur gjithë këta fëmijë? Nuk e duan, se është e vjetër, thonë. E përzoni djali dhe nuk kishte ku të shkonte dhe e mora unë për cipër. I thash mami do ta morim ne, ta mbajmë se ajo është e vjetër derisa të ketë frymë. Dhe tani do si të largohet se thotë ju kam po bardh që të mani. Dhe unë kam prusët se do t'i them derisa të kesh frymë do rrish me mu siç s'kam po ku kam qenë e vogël që më ke bo ysmet mua edhe unë do ta bëj ty, do ta kthej ty. Faleminderit. Si ka emrin gjyshja? Sultana Picari. Ja kemi çuar mesazhin, le ta ndjekim bashkë.
ndodhemi në Marikaj, ku kemi ardhur për t'i përcjellë mesazhin zonjës Sultana. Shtëpia është këtu afër, ndaj po shkojmë një herë për ta takuar. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Familja Picari? Po, Gëzohem. Po kërkoj zonjën Sultane. to është. Mund ta thërisni një momenti, lutem? Okej. Përshëndetje. Vini mirë? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Qashtu si plakat. Si po kaloni? Hetë bërë qave dërsa i lam kom. Mirë, jo okej. Kënaqësi, unë jam Ertugela, vi nga Edila Shqiptare në televizionin Klan nga rubrika Ka një mesazh për ty. Jam këtu për t'ju thënë që këtë të diel Ardi Gjebrea ju fton në program sepse dikush ka një mesazh për ty. Faleminderit, Rofshi. Shumë faleminderit për jush.